para dhe tetraplegjikët vijnë me njësër kërkesash në ditën ndërkombëtare të aftësisë së kufizuar. Kjo kategori kërkon indeksim të pagesës së paaftësisë, sa herë bëhet rritja e pagave dhe pensioneve. Kërkojmë rikthimin e paketës higjienike nga 160.000 lekë të vjetra në 30.000 lekë të reja, ose indeksim sa herë të ngrihen rrogat buxhetore. Kërkojmë që kujdestarit paguhet me pagën minimale të një punëtori, sepse është absurde sot që një kujdestar të paguhet 100.000 lekë të vjetra. Ministria e Mirëqenies Sociale shpërndau 200 karroca të personalizuara për personat me aftësi të kufizuara. Për burin tim edhe që e kam të verbër dhe paraplegjik. Mirë, po nuk i përshtatet ajo karrocë, dhe unë duhet të marrë një karrocë tjetër që i përshtatet burit. Nuk lëviz vetë, kam 5 vjetë të shtrirë në krevat. 5 vjetë, pa sy, pa këmbë dhe pa dorë. Ministri Klosi kërkoi zbatimin e ligjit nga institucionet dhe bizneset për punësimin e një personi me aftësi të veçanta në 25 të punësuar. Qartësi që njerëzit me aftësi të veçanta janë si ne, që të gjithë kemi problematikat tona në jetë. Ligji, i cili kërkon që 1 në 25 të punësuar të jetë me aftësi ndryshe, do duhet zbatohet më me forcë nga institucionet shtetërore dhe private. Personat që nuk shikojnë zhvilluan lojën golbol. Aktivitete sensibilizuese u zhvilluan edhe në Elbasan, Vlorë dhe Berat.